Përshëndetje miq, sot do të flasim për një bimë shumë interesante, rrënjën e rrodhes e njohur në anglisht si bulldog root. Kjo bimë përdoret prej shekujsh në mjekësinë popullore dhe sot po studiohet gjithnjë e më shumë edhe nga shkenca për përfitimet e saj të mundshme për shëndetin. Rrënja e rrodhes është e pasur me fibra, vitamina, minerale dhe antioksidant. Antioksidantët ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet, ndërsa vetitë e saj anti-inflamatore të ndihmojnë në uljen e inflamacionit në organizëm. Disa studime sugjerojnë se konsumimi i saj mund të kontribuojë në uljen e rrezikut për sëmundjet kronike si diabeti, tensioni i lartë i gjakut, artriti dhe ndoshta edhe disa lloje kanceri. Megjithatë, studiuesit theksojnë se nevojitet më shumë kërkime. Një tjetër veti interesante është se rrënja e rrodhes mund të veprojë si një diuretik natyral. Kjo do të thotë se mund të ndihmojë organizmin të largojë më shumë lëngje përmes urinës. Edhe majdanozi, lule radhishja, si dhe fruta e perime me shumë ujë si shalqiri, kastraveci, limoni dhe rrushi njihen për këto efekte. Rrënja e rrodhes është e përdorur tradicionalisht edhe për kujdesin ndaj lëkurës, fal vetive, antioksiduese dhe antiinflamatore që është përdorur në pomada për disa probleme të lëkurës ose në ekzema të ndryshme dhe po studiohet edhe për përdorimin e mundshëm në trajtimin e djegjeve. Por ka edhe një paralajmërim të rëndësishëm. Ekspertët këshillojnë kujdes me suplementet e rrënjës së rrodhes. Shumë njerëz mendojnë se çdo produkt bimor është automatikisht i sigurt, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Suplementet janë produkte të përpunuara, mund të përmbajnë përbërës shtesë dhe jo gjithmonë dihet me saktësi sa lëndë aktive përmbajnë ose çfarë efekti mund të kenë. Për këtë arsye, nëse keni sëmundje kronike ose merrni ilaçe, këshillohuni me mjekun përpara se të përdorni suplemente me rrënjë rrodhe. Në përgjithësi, konsumimi i rrënjës së rrodhes si pjesë e një diete të shëndetshme është zgjedhja më e mirë. Ashtu si shumë bimë të tjera mjekësore, edhe kjo mund të jetë një ndihmë e vlefshme për organizmin, por nuk zëvendëson trajtimin mjekësor dhe nuk është një kur mrekullie. Në sajt e mucilagjeve, esencës, tanineve, substancave minerale, glukozitit, argicin, substancave të tjera, bari përmirëson çrregullimin e traktit tretës, forcon qëndrueshmërinë e organizmit ndaj sëmundjeve dhe shton urinimin. Rrënjët e rrodhes së madhe këshillohen si mjet diuretik i lehtë në sëmundje që shoqërohen me mbajtjen e ujit në organizëm. Bari këshillohet edhe si mjet forcues në periudhat pas sëmundjeve të rënda dhe në lodhjet pranverore. Kohët e fundit bari po përdoret si mjet ndihmës kundër diabetit. Por rrënjët e rrodhes së madhe përdoren kryesisht nga jashtë për mjekimin e sëmundjeve të lëkurës, ekzemës, proceseve të qelbëzuara, plagëve që shërohen me vështirësi dhe në zbogthjen e lëkurës së flokëve. Përgatitja dhe përdorimi. Një lugë çaji me bar të grimcuar hidhen në një enë kushtohet një filxhan çaji me ujë. Përmbajtja lihet 10 deri në 15 minuta. Lihet të ftohet dhe në fund lëngu kullohet e pihet i ëmbëlsuar ose jo sipas dëshirës. Merren 2-3 doza të tilla në ditë. Bari mund të përdoret edhe në formë pluhuri duke marrë 3 herë në ditë nga 2-3 gram. Për përdorim të jashtëm çaji përdoret ashtu si kundër më sipër, por duke përdorur një herë më shumë sasi bari. Në vende të thata dhe të ajrisura, bari e ruan efektin e tij për 18 muaj. Më ndiq për më tepër në Baçja Magjike për këshilla për bimët.